أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe të nderuar xhamat, lutë Allahun e Madhërisëm që këto adhurime që i bëjmë në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, agjërimin ton, namazet tona, lutjet tona, sadakat tona, bamirësit tona, kujdesin për farefisin, respektin për prindërit e krejt ato vepra të mira që i bëjmë gjatë këtyre ditëve, Allahu të na i pranon. Lutë Allahun e Madhërisëm që ashtu siç na dha mundësi Allahu të arrijmë këtë muaj të madhërisëm, na ndihmon që ta kalojmë këtë muaj duke na u falë të gjitha mëkatet tona inshallah taala. Lutë Allahun e Madhërisëm që Allahu më na kaplu me mëshirën e Tij, me bekimet e Tija, që Allahu të na jap çdo të mirë në këtë botë dhe të na jap xhenetin Firdaus në ahiret inshallah taala. Allah e shpëleft molla Metushin, doktor Metush Mehmedin, i cili na jep mundësinë që të takohemi me ju në këtë shtëpi të Zotit, këtë lagje të mirënjohur në Shkup, lagjen e Dijonit, në xhaminë e Uhudit, në ditën e 18 të muajit Ramazan, vitit 1446 Hijri, 18 mars vitit 2025. Lusim Allahun e Madhërisëm që Allahu të na jap ymër e ta mbushim atë ymër me vepra të mira inshallah taala. Sot kisha me fol për diçka tjetër, mirë po mbron ndodhi një ndodhi në botën islame dhe doja sot të flas pak për atë që ka ndodhur. Realisht hoxhallarët, nxënësit e diturisë, besimtarët që ndjekin lëvizjen e dietarëve dhe aktivitetin e tyre u mërzitën me lajmin pikëllues për vdekjen e njëri prej hoxhallarëve të mëdhenj në botën islame, i cili njihej me emrin Ebu Ishaq el-Huwaini rahimahullahu taala. Allah e mëshiroft. Këtë atë mund të angazhim që ka dhënë në rrugën e Zotit, Allahu e pranoft. Dhe Allahu i Madhërisëm atë varg ku është voros sot mas namazit drekës në doha të Katarit e bëf një bashkë për bashkëve xhenetit. Këtë atë sakrificë dhe atë mund dhe atë sabër në internim, në emigrim për i Zotit, Allahu e shpërblen inshallah taala. Allahu i Madhërisëm në Kur'an thot kështu në surën Ar-Ra'd ajeti 41: Awalam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa as-sari'ul hisab. A nuk e shohin njerëzit se Allahu vjen të e shkurtu tokën nga qoshet e veta? Allah është ai që gjykon, e askush vendimeve të Zotit nuk ka mundësi t'i kundërshton, e Allah është ai që bën llogaritë të shpejta. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, duke bërë tefsir këtë ajet kuranor që na e shkurtojmë tokën nga cepet e veta, nga qoshet e veta, thot kjo ndodh në këtë botë duke vdek dietarët. Bota islame, jeta fetare e muslimanëve zhvillohet me dietarët e vetë që i ka. Dhe sa më shumë dietarë që ka në mesin e muslimanëve, aq më e mirë është jeta fetare, aq më e gjallë dhe e bujshme është aktiviteti fetar. Që kjo lagje këtu, mos me paskon kjo xhami, edhe mos me paskon hoxhallarët që i keni,
do të shterej nga aktivitetet fetare. Xhamia që është ndërtu me sakrifica, hoxhallarët që i mbani, janë ato që e zhvillojnë jetën fetare në këtë xhami. Mungesa e tyre do të thotë mungesë e ibadeteve, mungesë e aktiviteteve, mungesë e bereqeteve. Dhe andaj Ibn Abbas radiallahu anhuma e ka bërë tefsir këtë ajet se paksimi, shkurtimi i tokës do të thotë mungesa e dietarëve. Edhe çdo herë që vdesin dietarët, muslimanët e vërtet, muslimanët e sinqert, mërziten edhe ma shumë se sa kur i vdes baba dhe nona. Pse? Se baba dhe nona kujdeset për mbjetesën e tij fizike. A hoxha, mësuesi, edukatori kujdeset për jetën e tij shpirtërore. Jeta fizike e njeriut ka kufi, e jeta shpirtërore e një njeriut nuk ka kufi. Andaj mërzia e besimtarëve për vdekjen e ulemave është e madhe. Kjo është një. E dyta, transmeton Imam Buhariu rahimahullahu taala në sahihun e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna Allaha la yantazi'u ilman intiza'an min suduri an-nas, walakin biqabdi al-ulama. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. Allahu nuk e merr diturin nga gjoksi i njerëzve, po e merr diturin duke i vdek dietarët, derisa nuk mbetet dietar në mesin e njerëzve. E njerëzit kur s'kan dietar të mirëfillt, i bëjnë të partë e vetë ignorantët, ata që janë lafazanën nga mesi të tyre, po s'kan dituri. Ata e marrin përsipër me udhëheq karavanin. Derisa s'ngjetet dietar, e njerëzit për të partë e tyre i marrin xahilat, ignorantët. Fesuilu, e i pyesin për mesele të fesë. E ata të i thonë xhamati hoxh, ai pa qenë hoxh. I vjen mirë ajo pozit që japin xhamati pa drejtësisht, edhe fillojnë me pyet për mesele, e ai me dhon xhavap, me u përgjigj, pa dituri. Fa aftau bi ghayri ilmin, përgjigjen pa dituri. Fa dallu wa adallu, kështu ata veten e çojnë në lajthitjen devijim, edhe xhamatin e çojnë në lajthitjen devijim. Andaj rëndësia e dietarëve që ka shumë e madhe për me majt gjallë dhe me majt në rrugën e duhur fen dhe me majt nalt aktivitetin fetar. Allahu dhu xhelal çdo herë që e sprovon umetin islam me vdekjen e dikujt për dietarëve, inshallah ja kompenzon me dietarë tjerë, të ri, e të mirë, e më të mirë inshallah taala, megjithëse është vështirë me ardh dietarë dhe më të mirë se sa ata që kanë qenë në vitet e kalume, në dekadat e kalume, në shekujt e kalume, sepse edhe sprovat, telashet dhe vështirësit shtohen edhe më shumë. Abu Ishaq al-Huwaini, Allah e mëshiroft, është hoxh i Egjiptit. Ka lind në një qytet, për qytetit e Egjiptit, në një fshat për fshatrave të Egjiptit në vitin 1956. Që do thot, tani që ka vdek i ka po 67 vjet, 68 vjet si pas mujve, 70 vjet si pas kalendarit hijretit. Nuk ka qenë shumë i vjetër, mirë po, që shherët e ka nis angazhimin e tij në shërbimin e islamit. Kur vjen në Kairo, në fakultet, shkon edhe ndëgjon hutben të një prej hatibave të mirënjohur në botën islame, Abdul Hamid Kishk. Allah e mëshiron dhe me xhenet e gëzon inshallah. Ka qenë hoxh i verbër, qor, ama ka qenë ligjerues i mrekullueshëm.
e ka pas hutben shumë të mirë, ka qenë i guximshëm, s'është friksu, e ka thënë hakun vazhdimisht në hutbet e tija. Edhe shumica e rinis në atë kohë kanë shku dhe kanë dëgju hutbet të ky hoxh. Edhe ky hoxha jon, i cili dje ja dorëzoi shpirtin e Rabbul Aleminit, si i ri që ka shku në fakultet në Kairo, ka shku me ndëgju hutbet të ky hoxh. Dhe ndërkohë ka punue me një dyqan si shitës për me i siguru paret për jetesë. Shqip në vllazër, zakonisht hoxhallar, dietar, shkencëtar bëhen fëmijët e fukarave. Fëmijët e hekun. Se zengilloku, megjithëse do të më qenë përparësi dhe lehtësim, shpesh e bëhet pengesë. S'ka pas pare me pagujt qiranë dhe ushimet, është dash edhe me punu edhe me shkollu. Thot ky vetë kur dola pe xhamia, pash shitsin libra, edhe pash një libër me titull Forma e namazit nga tekbiri deri në selam, forma e namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga tekbiri deri në selam, sikur se je duke e parë atë. Një libër për një hoxhës që e kishte emrin Muhammed Nasiruddin El Albani. E vetë sa para tha është ky libër, tha është 3 kurush parat e Egjiptit. Tha s'kisha çfarë para. E gjeta një libër më të vogël se ky, i njëjti, po versioni i shkurtuar, tha ishte 25 parë më të vogla se kurush. Thot e bleta që të vogël. Edhe kur e lexova këtë libër, m'la ngrefi, edhe m'la një përshtypje shumë të madhe. Pasi punova do ditë shkova e bleva atë më të madhin, librin bazë. Thot kur mora me lexua atë libër, për herë të parë pash diçka se kum pa te libra tjetër. Se unë përpara lexoja libra me poezi, letërsi arabe shumë. Ama ishte një metodë krejtësisht ndryshe në shërimin e fesë. Sidomos pjesa e parë, kur flet për porosit e imamëve të mëdhenj, duke filluar nga Imam Ebu Hanifa rahimahullah, Imam Shafiu, Ahmedi e Maliku, që porosisin besimtarët të kapin për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe u lidh zemra jeme me këtë libër, edhe u lidh zemra jeme me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot libri i dytë që e bleta ishte një libër i Imam Shawkaniut rahimahullah, një dietar nga Jemeni, i cili flet për hadithet e rrejshme të përhapura të besimtarët. Edhe fillova me lexu. Mirëpotash çdo herë që lexoja në një libër tjetër ose e ngoshta në një hoxh të fol, më një pikë veshit te hadithi. A është hadithi i saktë apo nuk është hadithi i saktë? Edhe fillova me lexu librat e hadithit dhe u njoftu me librat e hadithit që më herët s'kisha një për to. Kishte takimi i parë i tij me diturin, takimi i parë me shkencën e hadithit dhe takimi i parë me një prej hoxhallarëve më të mëdhenj të hadithit në shekullin e 15 të Hijretit, i cili është shehu i madh Muhammed Nasr Albani, Allah e mëshiroft, me origjinë nga Shkodra e Shqipërisë, që ka shku 6 vjeçar nga Shkodra në Damask, Sirisë, e aty pastaj ka mësu, derisa në fund ka jetu në Jordani në Aman, atje ku kena studiu edhe na, dhe atje në vitin 1999 ja ka dorëzuar shpirtin Allahu xhelal dhe ka ndryjet dhe ka kaluar në ahiret, Allahu e gëzon në xhenet inshallah taala. Po Sheikh Albani rahimahullah në shekullin e 15 të Hijrit llogaritet dietari më i madh i hadithit prej gjithë dietarëve të botës. Ata që e kanë dashur edhe ata që s'e kanë dashur. E ky hoxha jon Abu Ishaq al-Huwaini, Allah e mëshiroft, pra takimin e parë ka me diturin fetare, me shkencën e hadithit edhe me këtë hoxh shqiptar. Edhe kam pa tek ai atë që se kam pa te shumë kush i dietarëve të kohës. Ta të ne ishte e njohur shkencë e hadithit, ama nuk e kishte pasionin që kishte që e gjeshte te Sheikh Albani rahimahullah.
Edhe andaj ja bën qëllim vetvetes se shkon ta viziton Sheh Albanin në Jordani. Edhe i lën punët e veta dhe shkon në Jordani. Dhe rrin një muaj në Aman, ku takohet me Sheh Albanin rahimahullahu taala dhe i parashon disa pyetje shkencore akademike në lidhje me shkencën e hadithit. Dhe gjatë pyetjeve që parashon Sheh Albanit, Sheh Albani rahimahullahu taala e vëren inteligjencën e tij dhe nivelin e lartë akademik që ka pasaj, dhe i thot talebeve të tjerë, ky talebe që erdh me pyetje shumë të mira, shumë të mrekullueshme, që tregon domethënë thellësinë e diturisë që ka. Sheh Ebu Ishaq rahimahullahu taala thot, shkova te Sheh Albani si një dashamir i shkencës së hadithit. E u ktheva te Sheh Albani si një dashamir i sunnetit. Do thot, nuk duhet studiuar hadithi vetëm si shkencë, po duhet me e përjetu atë si dashuri për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gatishmëri për të filiju dhe për të sakrifiku për përhapjen e tij. Andaj njëra prej arsyeve që Sheikh Ebu Ishaq al-Huwaini rahimahullahu taala e donte shumë Sheikh Albanin ishte nuk i fakt se Sheikh Albani rahmetullah alaihi ishte një prej xhallarëve që luftonte maksimalisht me përhap sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të njerëzit dhe me aletu xhallarëve dhe profesorave të fesë që ku të përhapin argumentet fetare, të përhapin argumentet fetare të sakta, të verifikume nga burimet e veta fetare. Edhe kjo e bëni atë madhështor Sheikh Albani, pastaj normalisht e bëni madhështor edhe Sheikh Ebu Ishaqin. Edhe njëra prej arsyeve që edhe ne si xhallar shqiptar kemi dashur këtë hoxh që ndërjet dje, është më kjo. Dashuria e tij për këtë hoxhën tonë shqiptar, për këtë dietar të madh të hadithit, dhe respektin maksimal që kishte për të, dhe kujdesin jashtëzakonshëm në edukat për të. Ai thot në një prej ligjëratave të veta, thot, në kohën tonë janë 3 dietar të mëdhenj të hadithit. Njëri quhet Ahmed Shakir, rahimahullahu taala, ka jetuar në Egjipt. I dyti është Yahya al-Muallimi, alim nga Jemeni, ka jetuar në Yemen, pastaj ka jetuar në Mekë. Të dytë ishin dietar të hadithit dhe ishin para Sheikh Albanit. Mirë po, Sheikh Albani rahimahullahu taala ishte edhe më i madh, edhe më interesant se ata dy. Sepse ai insistonte për Sheikh Albani ai insistonte që suneti të përhapet maksimalisht anën mban botës islam. Edhe andaj autoritetin edhe lavdin që fitoi Sheikh Albani rahimahullahu taala në mesin e hoxhallarëve, profesorëve, dietarëve në botën islame ishte më e madhe se sa Ahmed Shakiri apo Yahya al-Muallimi rahimahullahu taala xhemin, Allah i mëshiroft të gjithë ata. E tash ky hoxh e sprovoi Allahu dhul xhelal me smundje. Ishte në dializë një kohë të gjatë. Pas dializës e sprovoi Allahu dhul xhelal me sheqerin, me diabetin. Edhe kohën e fundit u detyru mu largu nga vendi i tij, nga Egjipti. Për shkak zullumit që u bë muslimanëve në Egjipt mas rrëzimit të kryetarit legjitim që edhin pushtet me votat e qytetarëve të Egjiptit, hafizit, profesor doktorit fizikës Muhammed Mursit rahimahullahu taala. Mas i rrëzun me grushtet ushtarak atë kryetar të devotshëm edhe shkencëtar të veçantë, atër u detyru Ebu Ishaqi të praktisë Egjiptin dhe të vendoset në Katar. Dhe nga atër ka jetu në Katar, derisa ka vdek aty dhe është varros në Katar. Normalisht, kemi na shumë që ka themi për këta dietar, mirë po du t'i përmendi disa hadithat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sprovat e ndryshme që godasin besimtarin e ngritin të Allahu dhul xhelal. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha ahabba Allahu 'abdan ibtalah
kur Allahu Gjelal e don robin e vet, e sprovon dhe thot inna idhamil jaza min idhamil bala. Aq sa më e madhe është sprova e aq më i madh është shpërblimi. Thot femen radhiya falahu rida. E kush është i kënaqur me sprovat që ja çon Allahu, Allahu ka më qenë i kënaqur me të. Femen sakhita falahu sakhat. E kush hidhrohet me sprovat që ja çon Allahu, e meriton idhnimin e Allahut. E Shekhe Bujsaki, Allah e mëshiroft dhe me xhenet e gëzoft, ishte njeri jo vetëm sabërli në sprovat që ja çoi Allahu, po ishte i kënaqur me saktimet e Allahut, saqë kur se nishe atë duke u anku për gjendjes së vështirë në cilën gjendeshte ai. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep një myshdë për besimtarët që u çon smundje në jetën e tij, e sidomos para vdekjes së tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabtali 'abdahu al-mu'min bis-saqami. Allah i madhreshëm e sprovon robën e tij me smundje, hatta yukaffira anhu kull dhanb, derisa t'ia lajë atij çdo gjunah prej gjunahave që i ka pas. Andaj smundjet askush për neve nuk i don, as nuk duhet me i lip, ama nëse të qenë Allahu Dhul Jalal, duhesh mu përgatit me bo sabër, edhe mos me u idhnu me sprovat që i ka qua Allahu, por me qenë i kënaqur me caktimin e Allahut, sepse ato edhe ti pastrojnë gjunahat, edhe ti ngrisin gradat. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yusibuhu al-adha maradun fama siwahu. Çdo dëm që godet një besimtar, smundje qoftë apo diçka tjetër, illa hatta Allahu sayyiatihi kama tuhattu ash-shajaratu waraqaha. Atër Allahu i arzon ati gjunahat, ashtu sikur se pemës i rzohen gjethet e thata në vjesht. E shqip një lazi se kanë herë na, kur në qënë Allahu një telashe, një vështërsi, neve më njëherë i dhnohemi, edhe kujtem se ajo sprov, ajo vështërsi është dënim për Allahut. Ja shef hajrin asaj. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna al-abda idha marida أوحى الله إلى ملائكته أن قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له وإن أعافيه فحينئذ يقعد لا ذنب له. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thonë, kur smuat robi janë, Allahu i thot melaqeve, unë e kam kufizu robin tem. I smun, shtrat, së ndëvis, e kam kufizu, së në ecë. Fe in aqbiduhu aghfir lahu. Nëse ja marrë shpirtin i smun duke qenë, ja fali këtë gjunat ati. E nëse ja kthej shëndetin, atëherë kthejet në shëndetin e ti pa gjunah. Andaj, njeri ka nëre nuk e din ku është e mira. Ti kujton se smundja është provë, është vështirësi, është e keqe, ama aty e ki falin e gjunave tuja, edhe pastrimin për atyre gjunave. E shkon të Allahu Dhul Jalal duke qenë i pastër për atyre gjunave. Dituria, si që përmenda në fillim për hapet në përmes hoxhallarëve dhe dietarëve, dhe andaj besimtarët duhet kujdesen vazhdimisht se cilin në shtëpinë e tij ta ketë një dietar. Nëse s'mundet çdo shtëpi ta ketë nga një dietar, çdo mahall ta ketë nga një dietar. E ata të punojnë, të përpiqen që të përhapin mirësitë e fesë Allahu Dhul Jalal, e të bëhen sebeb që të udhëzohen njerëzit në rrugën e Zotit. E kështu të mbetet e ngritur lart dituria e fesë, edhe njerëzit të jetojnë një jetë dinjetoze, një jetë të rahatshme, një jetë të qetë, të lumtur, se pa dinë e pa iman, pa fe, e pa këshillat hoxhallarëve, dietarëve, njerëzit bëhen si hajvanati, si kafshë, kanë thonë ulemaja përpara. Nuk e di se çka është halal dhe çka është haram, çka bën e çka nuk bën, e ku është kufini,
e çka është respekti, çka është akhlaki, vlerat morale. Në mungesë të fesë edhe këshillave të hoxhallarëve, njerëzit bëhen si kafshë. Një talebi i ri në lidhje me diturin e kishte shkruajtur një poezi, e zakonisht kur vdesin ulemat na themi u ngrit dituria, po Allahu sigurisht se e vazhdon diturinë me hoxhallar të tjerë. E Allahu i madhëshëm mos e laft këtë botë kur pa dietar të devotshëm dhe të sinqert, të rima dhe alima, të cilët e njohin mirë fenë dhe kanë guximin me thonë të vërtetën edhe nëse i kushton atij shëndet, edhe nëse i kushton atij liri, edhe nëse i kushton atij jetë apo internim edhe emigrim, siç ndodh me ulemat e vërtetë. Dituria në tokë qëndron që kur ka zbrit. Nuk u ngrit prej nesh vetëm në 2 ditë. E para, ditën kur një pishtar i saj u fik, e tjetra, kur ti e neglizhove ditë për ditë. Në dituria mundet me na mungu vetëm 2 forma, të vdek dietarët ose të qenë gjallë dietarët, ama ti nuk shkon mas tynve. Ti nuk shkon në xhami me ngu derset e hoxhallarëve, e me marrë mësime për tyre. Atër ti nuk e fik diturin mahal, ama e fik diturin të vetja jote. Ti ngelesh ignorant. Dia është dritë, dhe poseduesit e saj janë yje. Nuk e she atë kush syve u bën hije. A u shua apo ndryqon, që të duhet me ditë, nëse i mbyll syt, i verbër i çdo ditë. Yjet janë qiell edhe vënë dritë. Ama ti nëse nuk dënë mi pa ato, nuk i shef. Për mi pa ato dush me i qelë syt. Edhe vendi jonë, elhamdulillah, është plot yje. Mirë po dikush i shef, ai që ka hapë syt i shef. Ai dikush nuk i shef, ai që ka mbyll syt nuk i shef. Ai që shkon me i pa i shef, ai që rrin të shtëpia e vete nuk i shef. Dhe për këtë shkak të dashur vëllazër, njëra prej gjërave që na duhet me i pas parasysh është që t'ja dim vlerën dijes dhe dietarëve dhe t'i respektojmë dhe t'i nderojmë ato me respektimin e dijes dhe angazhimit të tyre. Duke mbush xhamiat momenti kur ata japin këshilla dhe porosi. Se kështu na i japim vlerë dijes, i japim vlerë dietarëve, i japim vlerë kohës, i japim vlerë vetvetes, edhe normalisht e ngritin pozitën tonë te Allahu Dhu Xhelal, sepse Allah i madhëshëm thot: "Yarfa ilahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." I ngrit Allahu nga mesi juaj ata që kanë besim dhe që kanë dituri në grada të larta. Lusim Allahun e madhëshëm që Allahu këtë hoxh ta mëshiron gabimet dhe mangësitë eventuale që i ka pas Allahu t'ia fal. Ta shpërblen për mundjen dhe angazhimin e tij në shërbimin e Islamit përgjithësi, shërbimin e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam veçanti, për guximin me i dal karshis provave të kohës, zullumit të zullumçarëve, megjithse i ka kushtu, por feja për të ka qenë më e shtrenjtë se çdo gjë prej komoditetit apo rahatisë që mund të jep përparësi dikush për neve në kohrat e fitnes edhe sprovave. Allah i madhëshëm ja kompenzoft umetit islam mungesën e këtij dietarit me shumë dietarë tjerë që e njohin fenë Allahut mirë dhe kanë guximin me artikuluar në formën më të mirë të mundshme që të bëhen pishtar ndriçues, llamba që ndriçojnë udhën e besimtarëve dhe të Allahut xhelal. Allahu e shpërbleft me shpërbimet e tij të mëdha. Kjo ishte ajo që doja ta ndaj me ju. Zoti shpërbleft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.